Pse njerëzit vendosin unaza në gishta të ndryshëm, simbolika dhe misteret? Pse vendoset unaza në gisht? Një kombinim i historisë, legjendës, kulturës, kurioziteteve do të keni në këtë video. A ke pyetur ndonjëherë veten pse unaza e martesës vendoset pikërisht në gishtin e 4 të dorës së majt? A është kjo një zgjedhje praktike, një zakon i thjeshtë, apo fshe një histori mijëravjeçare të mbushur me dashuri, mite dhe besime magjike? Në këtë video do të udhëtojmë pas në kohë, nga Egjipti i lashtë deri te kulturat moderne për të zbuluar simbolikën dhe legjendat që fshihen pas një xhesti që ndoshta e marrim si të zakonshëm, por që ka fuqinë të lidh dy zemra për jetë. Historia dhe legjendat. Në Egjiptin e lashtë, njerëzit besonin se ekzistonte një venë e drejtpërdrejtë që lidhte gishtin e 4 të dorës së majt me zemrën. Ata e quanin atë vena amoris, vena e dashurisë. Për ta, unaza ishte një simbol i përjetësisë, një rreth pa fillim dhe pa fund, ashtu si dashuria e vërtetë. Materiali më i shpeshtë për unazat e atëhershme ishte katori, një bimë që rritej përgjatë Nilit dhe simbolizonte jetën dhe lidhjen shpirtërore. Romakët dhe vena amoris. Romakët e përvetësuan këtë besim. Ata ishin të parët që filluan të vendosin unazën e martesës në gishtin e 4 të dorës së majt, duke ruajtur idenë e venës që lidhej me zemrën. Megjithse biologjia moderne nuk e mbështet këtë teori, romantika e saj mbeti për shekuj. Kina dhe simbolikat e gishtave. Një legjendë e bukur kineze lidh çdo gisht të dorës me një aspekt të jetës. Gishti i madh përfaqëson prindërit, gishti tregues përfaqëson vëllezërit dhe motrat, gishti i mesëm përfaqëson vetveten, gishti i 4 partnerin ton dhe gishti i vogël fëmijët. Sipas kësaj legjende, kur bashkohen duar dhe prek gishtat e mesëm me njëri tjetrin, nuk mund të ndash gishtin e 4 pa i shkëputur të tjerët. Kjo sepse bashkëshortët janë të destinuar të qëndrojnë të lidhur për jetë, të vetmit që nuk mund të ndahen lehtësisht, edhe kur jeta ndryshon gjithçka rreth tyre. Evropa mesjetare dhe feja. Në Evropën mesjetare, kisha e konsideronte martesën një sakrament të shenjtë. Prifti gjatë ceremonisë prekte 3 gishta të dorës, duke thënë në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, dhe vendoste unazën në gishtin e 4. Ky ritual përforcoi zakonet që ne ende i ndjekim sot, duke i dhënë unazës një peshë të madhe shpirtërore. Rëndësia kulturore në vende të ndryshme. Ndërsa shumica e vendeve perëndimore e vendosin unazën në dorën e majt, në vende si India, Rusia, Gjermania dhe Greqia, ajo vendoset shpesh në dorën e djathtë dhe simbolizon forcën dhe veprimin. Ndërsa disa kultura, unaza nuk është domosdoshmërisht e arit, por mban gurë të veçantë që simbolizojnë pasuri, mbrojtje, pjellori. Çfarë tregon vendosja e unazës në secilin gisht? Gishti i madh. Vendosja e unazës në gishtin e madh është shumë e rrallë, por ka një domethënie të fortë. Simbolikisht, ai lidhet me vetbesimin, vullnetin dhe fuqinë personale. Në psikologji, ky xhest shpesh tregon një person që dëshiron të jetë unik, të dalë nga turma dhe të jetë nën kontroll. Në kulturën romake, unaza në këtë gisht simbolizonte autoritetin dhe statusin. Ky është gishti i forcës. Njerëzit që vendosin unazë këtu duan të tregojnë dominim apo individualitet. Gishti tregues. Ky është gishti që përdorin për të treguar, për të udhëhequr, dhe simbolika është e tillë. Lidhet me ambicien, drejtimin dhe leadershipin. Në Evropën mesjetare, unaza në këtë gisht tregohej nga njerëz të pushtetshëm,
princër dhe figura autoritare. Në astrologji, ai lidhet me Jupiterin, planetin e zgjerimit dhe suksesit. Një person që vendos unaz në këtë gisht është karizmatik dhe dominues, i përqendruar në sukses dhe influencë. Gishti i mesëm është gishti më i gjatë dhe vendosja e unazës këtu është simbol i balancës dhe përgjegjësisë. Simbolizon unitetin personal dhe ndonjëherë pjekurinë emocionale. Shpesh përdoret nga njerëz që duan të shprehin identitetin e tyre pa lidhje direkte me marrëdhëniet. Në disa kultura, ky gisht përfaqëson vetveten dhe vendosja e unazës këtu është si të thuash unë jam në qendër. Një unazë në këtë gisht mund të jetë shenjë e balancës mes shpirtërores dhe materiales. Gishti i 4, gishti i unazës, është i lidhur me dashurinë, martesën dhe lidhjet afatgjata. I përzgjedhur për shkak të mitit të Venës që shkon drejt zemrës, në astrologji lidhet me Afroditën, planetin e dashurisë. Gishti i përkushtimit emocional dhe shpirtëror. Kur një person mban unaz këtu, ai dërgon një mesazh të qartë: jam i lidhur, i dashuruar ose i përkushtuar drejt dikujt. Gishti i vogël, ose ndryshe gishti i besës, ka një domethënie të madhe. Është simbol i komunikimit dhe marrëdhënieve ndërpersonale. Në disa kultura, unaza në këtë gisht nënkupton përkatësi në shoqata sekrete si masonët. Në kohët moderne shpesh tregon identitet personal, kreativitet dhe shprehje individuale. Njerëzit që zgjedhin të kenë unaz në këtë gisht shpesh janë artistë, njerëz të lirë, të orientuar nga shpreha dhe diplomacia. Gisht ka një histori dhe çdo unaz një mesazh. Zgjedhja se ku e vendosim flet më shumë kush jemi, çfarë duam të tregojmë dhe si ndjejmë në thellësi të shpirtit tonë. Mos e merr si një detaj të vogël, nganjëherë gjërat më të vogla kanë kuptimet më të mëdha. Kuriozitetet të habitshme për unazat dhe gishtat. Unaza e thesarit në Egjiptin e lashtë. Unazat nuk ishin vetëm për dashuri, por dhe për ruajtje pasurie. Shpesh përdoreshin si vula për dokumente apo si kartë krediti për tregtarët. Në Romën e lashtë, vetëm qytetarët e lirë lejoheshin të vinin unaza prej ari, të tjerët mbanin unaza prej hekuri ose prej tunxhi. Në shekullin e 18 në Angli, meshkujt që donin të martoheshin pa bekimin e familjes mbanin unaz në gishtin e vogël, si shenjë rebelimi ndaj normave sociale. Në traditën viktoriane, unaza përzi u përhap pas vdekjes së personave të dashur dhe shpesh përmbante një fije të flokëve të tyre brenda saj. Në Kinën e lashtë, unazat me simbole të dragojit për meshkuj dhe feniksit për femra simbolizonin një martesë të ekuilibruar mes forcës dhe butësisë. Unazat të fshehta. Në mesjet ekzistonin unaza helmimi, unaza që kishin një hapësirë të vogël për të ruajtur një helm që përdoren nga spionët dhe njerëzit e pushtetit. Në disa kultura arabe, unaza në gishtin tregues përdoret për të mbrojtur nga syri i keq dhe për të forcuar vullnetin personal. Në kulturën indiane, unaza për gishtin e madh janë të zakonshme për burrat dhe përfaqësojnë forcë, autoritet dhe stabilitet. Unaza në këmbë. Në traditën hindu, gratë e martuara vendosin unaza në gishtat e këmbëve, si shenjë martese. Në Japoni, një çift i martuar shpesh zgjedh unaza që përputhen me njëri tjetrin, jo vetëm në dizajn, por dhe në gravurë të fshehtë që formon një mesazh kur bashkohen. Disa shoqata sekrete si masonët apo druidët përdorin unaza me simbole të fshehta që vetëm anëtarët e tyre mund t'i kuptonin. Në kohët e sotme, unaza në gishtin e vogël të dorës së djathtë është bërë simbol i komunitetit LGBT në disa vende perëndimore.
Në Rusi dhe në disa vende të Evropës lindore, unaza e martesës vendoset në dorën e djathtë dhe jo në të majtën për të treguar forcë, nder dhe drejtësi. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë luftës së dytë botërore, meshkujt filluan të vinin unaza martese për herë të parë, për të ndier afër partnerët e tyre edhe kur ishin larg në front. Unaza që mat energjinë. Disa unaza moderne përdorin gur të veçantë si ametisti, oniksi apo hematiti për të balancuar energjinë shpirtërore të njeriut. Unazat si mburoj. Në kohët e lashta, ushtarët grek shpesh vendosin unaza të mëdha si mbrojtje për gishta, sidomos gjatë luftimeve trup më trup. Unazat e trashëgimisë. Në shumë familje aristokrate europiane, unazat kalojnë brez pas brezi dhe shpesh kanë gdhendje sekrete ose datat e lindjes, martesës së paraardhësve. Unazat e Irlandës, kladak, janë të njohura për simbolikën e tyre: zemra, dashuria, duart, miqësia dhe kurora besnikëria. Mënyra se si e vendos unazën tregon statusin tënd romantik. Astrologjia dhe gishtat. Gishti i madh lidhet me Marsin, forcë dhe dëshirë. Gishti tregues me Jupiterin, udhëheqje dhe besim. Gishti i mesëm me Saturnin, detyrë dhe përgjegjësi. Gishti i unazës me Afroditën, dashuri dhe bukuri. Gishti i vogël me Mërkurin, komunikim dhe zgjuarsi. Po cilët janë unazat më të shtrenjta në botë? Unazat më të shtrenjta në botë shpesh janë të lidhura me diamant të rrallë ose gur të çmuar jashtëzakonisht të veçantë. Ja disa nga më të njohura dhe më të shtrenjtat. The Pink Star, $71.2 milion. Ky është një diamant të roz 59.6 karat i shitur në Ankant në Hong Kong. Është një nga diamantet më të rrallë dhe më të mëdhenj në botë. The Oppenheimer Blue, $57.5 milion. Një diamant blu 14.62 karatësh i cilësisë jashtëzakonisht të lartë, i quajtur sipas Sir Philip Oppenheimer. Blue Moon of Josephine, $48.4 milion. Një diamant blu i pastër 12.03 karat i bler nga një miliarder për vajzën e tij Josephine. Graph Pink, $46 milion. Një diamant të roz 24.78 karatësh, shumë i rrallë dhe elegant. The Winston Blue, $23.8 milion. Një diamant blu 13.22 karat që është ndër diamantët më të pastër në botë. Këto janë unaza jo vetëm unike për shkak të çmimit, por dhe për historinë, formën dhe ngjyrën e pazakontë të gurëve. Unazat janë simboli i dashurisë, angazhimit dhe besnikërisë. Ato janë një mënyrë e veçantë për të shprehur ndjenjat dhe lidhjet e forta mes dy njerëzve. Nga kohët e lashta deri ditët e sotme, unazat kanë shumë kuptime dhe përdorime të ndryshme. Ato janë simbole të dashurisë dhe të mbushura me histori dhe sekrete të tyre. Cilado që të jetë një unaz është më shumë se një copë ar, është një shenjë e një lidhje të paharrueshme. Për ju, çfarë simbolizojnë unazat? A janë thjesht një dekorim apo një shenjë e thellë e dashurisë dhe angazhimit? Cila është historia më e bukur që keni dëgjuar rreth një unaze? Të nderuar miq, kjo ishte video për unazat me kuriozitete dhe fakte të ndryshme. Nëse ju pëlqeu, ju lutemi bëni like dhe share kësaj vidie. Kjo do të na ndihmojë të bëjmë video të tjera akoma më të bukura për ju. Faleminderit për kohën tuaj të çmuar.